Të shtunën e 7 marsit do të luhen ndeshjet e javës së 25 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll. Ekipi Ynë Burreli do të presë në shtëpi skuadrën e Lirisë së Fushkrujës, e cila është një vend më lart në tabelë se Burreli në kuotën e 33 pikëve kundrejt 31 pikëve që kanë matjanët. Ekipi Burreli synon rikthimin tek fitoria pas barazimeve dhe humbjeve të javëve të fundit. Skuadra është stërvitur rregullisht gjatë gjithë javës, ndërsa këtë të premte mori udhëzimet e fundit nga stafi teknik. Djemtë e skuadrës matjane janë udhëzuar të japin maksimumin në këtë përballje për të marrë 3 pikë të plota, pasi janë të shumë të rëndësishme në këtë moment që ndodhet kampionati. Po ashtu mësohet se formacioni do të jetë i plotë dhe se qëllimi kryesor mbetet marrja e pikëve të plota, të cilat do të jepnin skuadrës një tjetër pozicionim në renditjen e përgjithshme. Ndryshe nga javët e kaluara, këtë javë 6 ndeshje të kësaj kategorie do të luhen të shtunën në orën 14:00. Përballjet e kësaj jave do të jenë Skënderbeu Lushnja, Laçi Apolonia, Pogradeci Korabi, Kastrioti Besa, Burreli Liria dhe Kukësi Luftëtari.